Janë bërë 17 vite që kur Kosova ratifikoi kushtetutën e saj. E po në këtë përvjetor, po vlerësohet se ky akt që garanton të drejtat dhe liritë themelore të gjithë qytetarëve është cenuar për gjatë viteve. Shkeljet më të mëdha, sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, u bën në legjislaturën e fundit, në të cilën udhëhoqi lëvizja vetëvendosje. Ka ose shënon një rekord të numrit të shkeljeve kushtetuese në lidhje me miratimin e ligjeve, gjithashtu edhe vendimeve të tjera të cilat vetëse i kanë nxjerrë dhe gjykata kushtetuese ka konstatuar që janë në kundërshtim me kushtetutën. Për shembull, kemi rastin e ligjit për Këshillin Prokurorial, ku gjykata kushtetuese ka konstatuar që është në kundërshtim me kustetutën e Republikës së Kosovës. Gjithashtu e kemi rastin edhe për ligjit për paga në sektorin publik. E sipas profesorit të çështjeve juridike Mazlum Baraliu, aktorët politik duhet të respektojnë çdo nen dhe ligj të kushtetutës. Është një datë e rëndësishme me peshë të jashtëzakonshme dhe është një dokument për vjetorin po flas, dhe është një dokument kushtetuta që do duhej me respektin më të madh dhe të vazhdueshëm të sillemi ndaj saj të gjithë personat fizik, qytetarët e Republikës dhe institucionet e këtij vendi. Baraliu tregoi edhe për vendimet që janë shkelur për gjatë viteve. Shembull konkret është vendimi i kësaj gjykate lidhur me faljen 24 hektarë tokë manastirit të Deçanit, që asnjëherë nga opinioni publik nuk është miratuar. Në këtë 17 vjetor, Vjosa Osmani tha se kushtetuta është kontratë e përbashkët për një shoqëri demokratike, të drejtë e barabartë. Në këtë ditë riafirmojmë përkushtimin ton për ta mbrojtur kushtetutën, për ta zbatuar me përpikri dhe për ta jetësuar në çdo vendim politik e veprim, sepse vetëm përmes forcimit të sundimit të ligjit dhe respektimit të rendit kushtetues mund të ndërtojmë një shtet që i shërben qytetarëve të vet me dinjitet dhe drejtësi. Kushtetuta e Kosovës u miratua më 9 prill të vitit 2008 dhe kishte hyrë në fuqi më 15 qershor të po atij viti.